Hani arra, por mos bëni kurrë këto 5 gabime. Arrat janë një nga ushqimet më të shëndetshme për organizmin, por nëse e teproni me to, mund të kthehen edhe në problem të madh, duke shkaktuar dhimbje koke, fryrje të stomakut dhe diarre. Konsumi i tepërt i arrave në këtë periudhë afatgjatë mund t'ju shëndosh, tonë ekspertët. Sipas të dhënave të Bright Side, bazuar në studimet e nutricionistëve, racioni ideal i arrave është jo më shumë se 28 gram arra në ditë, rreth 7 deri në 8 kokra arra çdo ditë. Por cilat janë efektet anësore të ngrënies së tepërt të arrave në shëndetin tuaj? Nëse e teproni me konsumin e arrave, mund të keni probleme me stomakun. Fibra është shumë e mirë për sistemin tretës dhe mirëqenien tuaj. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Një grusht me arra ofron 2 gram fiber, një sasi që nuk shkakton probleme me organizmin. Por nëse ju tashmë keni nisur një regjim ushqimor të pasur me fiber, atëherë arrat nuk janë një zgjedhje e mençur ushqimore për ju. Konsumi i tepërt i fibrës mund të stresojë sistemin tretës dhe të shkaktojë gazra, diare dhe fryrje. Mund të çojnë në shtim të peshës. Arrat konsiderohen si një ushqim që sjellin shumë energji. Një filxhan me arra ka rreth 765 kalori. Megjithatë, falë yndyrnave të shëndetshme dhe fibrës, arrat arrin të ngopin njeriun shumë më shpejt. Nëse ju e teproni me arrat, atëherë me siguri do të shtoni në peshë dhe do të keni dhimbje të forta të kokës gjithashtu. Ekspertët, të cilëve u referohemi sipas Bright Side, thonë se çelësi i suksesit të mirëmbajtjes së një peshe trupore është të ndaloni së ngrëni sapo të ngopeni. Nëse ju hani arra dhe më pas sforcoheni për të mbaruar pjatën në tryezë, edhe pse nuk jeni të urritur, do të merrni më shumë kalori në dietën tuaj. Niveli dur i kalorive ditore për gratë dhe vajzat është nga 1600 deri në 2400, ndërsa për burrat dhe djemt është nga 2000 deri në 3000 kalori. Mund të shkaktojnë reaksione alergjike. Nëse jeni alergjik ndaj arrave, atëherë duhet të tregoheni shumë të kujdesshëm. Kujdesi nuk është kur i tepruar nëse jeni alergjik ndaj atij arrori tjetër. Simptomat reagimeve alergjike ndaj arrave përfshin skuqjet e lëkurës dhe kruajtjen e saj. Megjithatë, në këto raste nuk përjashtohet diarre, dhimbje abdominale, teshtima, koll dhe thatë dhe bllokim të hundëve. Nëse këto simptoma shoqërohen me dhimbje të krahërorit, rrahje të ulta të zemrës dhe rënje të tensionit, atëherë duhet të shkoni me urgjencë tek mjeku, pasi vërtet mund të keni komplikacione në shëndetin tuaj. Ekspertët thonë se teprimi me arrat mund të çojë në dhimbje koke. Nëse doni të konsumoni arra, mos i konsumoni më shumë se 7 deri në 8 kokra çdo ditë. Kështu, përfitimet e saj do të jenë të plota dhe pa efekte anësore. Sigurohuni që arrat t'i shtoni vazhdimisht në dietën tuaj brenda normës lejuar, duke evituar kështu komplikacionet e shëndetit dhe të evitoni ndikime negative të tyre. Nëse ndiqni hapat e duhur të konsumit të tyre, do ta keni më të lehtë të merrni përfitimet dhe vlerat e shëndetit. Kur shihni arrat në treg, asnjëri nuk e di se ato i bëjnë shumë mirë organizmit, nëse konsumohen gjithmonë brenda normës. Por nëse sigurohuni që janë në prodhim vendas, atëherë do të merrni edhe përfitimet më të mëdha. Vendi ynë është një nga prodhuesit e këtij fruti të veçantë. Ndaj, në treg mund të gjeni varietete të ndryshme, por cilat janë vlerat ushqyese të arrave? Të pasura me yndyrra të shëndetshme për zemrën, vitamina dhe minerale që ndihmojnë në parandalimin e sëmundjeve kardiovaskulare, si dhe luftën kundër inflamacioneve, një sër studimesh kanë treguar se sa më shumë arrorë të konsumojnë njerëzit, aq më pak të predispozuar janë për të humbur jetën. Në çfarëdo lloj moshe, veçanërisht ndaj sëmundjeve të zemrës. Njerëzit të cilët konsumojnë rregullisht fruta të thata arrore kanë pak rrezikshmëri ndaj disa rasteve të përfshira në studim. Rreth 23% e riskut krahasuar me njerëzit të cilët nuk i konsumojnë ato. Arrat janë një ushqim perfekt për të konsumuar në mëngjes dhe një alternativë e mirë ndaj ushqimeve të konservuara, por që mbi të gjitha na bëjnë mirë për shëndetin. Pse edhe duhet i shtoni ato në dietën tuaj? Ato japin më shumë energji. Frutat arrore janë të pasura me energji dhe me vlera ushqyese. Janë një burim i shkëlqyer i acideve yndyrore të cilat ndihmojnë për të ulur nivelin e kolesterolit. Studimet tregojnë se dieta mesdhetare, të cilat janë të pasura por edhe me produkte arrore, si arrat, lajthit, bajamet,
parandalojnë problemet koronare arteriale, duke favorizuar profile të shëndetshme të lipideve të gjakut, por gjithmonë duke mos i tepruar. Arat janë të mira për shëndetin e zemrës nëse i shtoni në dietën tuaj brenda dozës së nevojshme. Ato janë një burim i pasur i acideve yndyrore omega 3, të jetë e rëndësishme kjo për një jetë të shëndetshme. Studimet kanë sugjeruar se këto yndyrna shërbejnë si antiinflamator duke ndihmuar në një mënyrë për të ulur riskun e presionit të gjakut, sëmundjeve arteriale koronare, hemoragjisë cerebrale. Acidet yndyrore omega 3 gjithashtu ndihmojnë në rastin e sëmundjeve të reumatizmit si, në rastin e skizofrenisë, depresionit dhe sëmundjeve të Alzheimerit. Arat mbrojnë sistemin nervor dhe jo vetëm. Frutat arrore kanë flavonoide si karoten, lutein e të tjera, komponentët që këto ofrojnë mbrojnë kundër radikaleve, problemeve të zemrës, sëmundjeve nervore, sëmundjeve të Alzheimerit dhe atyre virale. Studimet tregojnë se të arat përbërësi si rezervatroli zvogëlojnë riskun e goditjeve nga alternimi i mekanizmave molekular në enët e gjakut. Ato ulin ndjeshëm ndaj dëmtimit të enëve të gjakut duke zvogëluar arteriet e problemeve dhe rrisin prodhimin e hormonit vazodilator ose oksidit nitrik. Arat do të ndihmojnë që të keni kocka më të forta. Vlerat ushqyese të frutave arrore janë të plota, po asi përveç kalorive dhe vitaminave, ato janë një burim i pasur me minerale si magnezi, kaliumi, kalciumi, hekuri, zinku, flori dhe seleni. Kaliumi është një faktor i rëndësishëm i qelizave dhe lëngjeve të trupit, që ndihmojnë në kontrollin e rrahjeve të zemrës dhe presionit të gjakut. Flori nga ana tjetër është një përbërës thelbësor në shëndetin e dhëmbëve tonë. Arat ndihmojnë që të keni një shëndet më të mirë të lëkurës. Dhe mbi të gjitha, frutat arrore janë shumë të pasur me vitaminën E, një antioksidant shumë i fuqishëm. Vitamina E është e nevojshme për të ruajtur integritetin e membranës së qelizave të membranave të mukusit dhe të lëkurës, duke mbrojtur atë nga radikalet e lira. Udhëzohet i shtoni arat në dietën tuaj. 5 deri në 8 kokra arat çdo ditë janë më se të mjaftueshme për të marrë të gjitha këto përfitime. Mos e teproni me to dhe i konsumoni në mënyrë të përditshme brenda normave të lejuara. Arat janë ndër arorët më të mirë për shëndetin e njeriut. Ato përmbajnë yndyrna të shëndetshme, vitamina, minerale, antioksidant dhe enzima që kanë vlera të fuqishme mjekësore. Arat njihen kryesisht për rëndësinë e tyre në mbrojtjen e shëndetit mendor, dhe shtimi i tyre në dietën tuaj mund të jetë një element pozitiv për sa kohë nuk e teproni. Forma e tyre e ngjashme me ato të trurit tregon një lidhje të ngurtë që ato kanë. Jo më kot, konsumi i rregullt i arrave forcon kujdesin dhe përshpejton përçimin e sinjaleve nervore. Nëse arrat janë ndër arorët tuaj më të preferuar, zbuloni përfitimet më të mëdha që do të merrni prej tyre. Siç e tham edhe më herët, arrat konsiderohen si një ushqim i mirë për shëndetin e trurit sepse janë të pasura me acide yndyrore omega 3. Konsumi 10 gram arra në ditë përmirëson aftësinë reaguese të trurit në përpunimin e informacionit, kujtesën dhe përqendrimin, duke qenë se ato janë të pasur me antioksidantë, acide yndyrore, poli të pangopura dhe substanca që luftojnë inflamacionin. Ekspertët thonë se duhet të konsumoni çdo ditë në të mirë të trurit arrat. Ato ngadalësojnë dhe pengojnë plakjen e parakohshme të trurit dhe ulin riskun e sëmundjeve nervore në fazën e mëvonshme të jetës. Arrat janë të mira për të ndjerë i ngopur dhe për të evituar kilogramët e tepërt. Arrat përmbajnë kalori dhe megjithatë janë të pasur me fibër e cila ju mban të ngopur për shumë më gjatë dhe përshpejton metabolizmin. Studimet thonë se arrat janë ideale për të rënë nga pesha nëse konsumohen me maturi. Ato përshpejtojnë djegjen e yndyrnave dhjamore dhe frenojnë gjithashtu oreksin. Arrat janë të mira për stomakun. Mirëmbajtja e shëndetit të stomakut dhe të aparatit tretës në përgjithësi është hapi më i mirë që mund të ndërmerrni për organizmin. Mikrobioma e stomakut ka nevojë për probiotik dhe prebiotik për të ruajtur balancin e bakterieve të mira dhe të këqija. Ekspertët thonë se arrat shërbejnë si prebiotik dhe rrisin volumin e bakterieve të mira në stomak. Ngrënia e rregullt e arrave parandalon inflamacionin, ishemin dhe problemet e zorrës së trashë. Ndaj siguroni të konsumoni brenda normës së tyre të lejuar. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor. Informacionet në këtë video kanë për qëllim informimi dhe asgjë më shumë.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.